Si që du njoftova, ne jemi me specialisti në studio, Albana Shahini, mirë se erdhe, mjeke radiologe, por edhe je edhe kryetare apo zëvendës kryetare? Zëvendës kryetare e shoqatës shqiptare për diagnostikimin e sëmundjeve të gjirit. Më vonë edhe do na tregosh pak më tepër. Në fakt, nuk ishte nevojë për të prezantuar temën, sepse e kemi lidhur atë takimin ton her pas here duke folur për patologjitë që prekin gjirin dhe si të thuash je e identifikuar me këto patologji, pa lënë mënjan pastaj edhe gjithë problematikat apo të themi ndihmën që radiologjia sjell në ekzaminim, diagnostikim, por dhe trajtim kohët e fundit. Shumë faleminderit për ftesën dhe për mua është gjithmonë kënaqësi, edhe faleminderit edhe për prezantimin që më bërët të quhem me lidhur me gjirin, pavarësisht se u bën shumë vite që unë përveç se pjesëve të tjera të radiologjisë punën tim më të madhe dhe më të dedikuar ja kam kushtuar gjirit dhe më pëlqen kur ky mbiemër më vendoset sepse më ri mirë. Jam vërtet falenderuese duke qenë se më jepet mundësia vazhdimisht të flas për këtë temë, sepse dhe vetë kjo sëmundje, dhe vetë kjo organ, gjithmonë po shikon një shpeshtësim të patologjive, por edhe një ulje të moshës së diagnostikimit. Për fat keq. Për fat të keq. Dhe në këtë aspekt, mjeku radiolog apo imazherist luan një rol shumë të rëndësishëm, sepse duke qenë se është një organ që patologjit i bën në heshtje, pa shumë zhurmë, pa shumë dhimbje, pa shumë shenja klinike të dukshme, i ngelet mjekut për ta detektuar në fazat të hershme. Gjithmonë qëllimi i radiologjisë është të detektoj sa më herët patologjit e gjirit. Prandaj gjithmonë kërkohet që të bëhet profilaksi në kuptimin që të vim dhe të vizitohemi në momentet që jemi të shëndetshme, pra në momentet kur ne realisht me dorë nuk prekim gjë, por ama kontrollet për fat të keq zbulojnë edhe lezione në faza shumë të vogla që rezultojnë me një prognozë shumë të mirë dhe me një jetëgjatësi shumë të mirë për pacient.